Sonte mblidhet kryesia qendrore e koalicionit Vlen, në të cilën do të diskutohet për kandidatët potencial për kryetar të komunave. Procesi është shtyrë deri tani për shkak të zhvillimeve brenda Aleancës për shqiptarët. Bilal Kasami thot se si fillim duhen strukturuar shtabi zgjedhor qendror dhe ai lokal. Në disa komuna do të merren këshilla nga qytetarët se cilin e duan për kandidat. Në VMRO DPMNE procesi është drejt fundit. Organet e partisë së shpejti do të vendosin se kush do të jetë kandidati për Shkupin, a do ta mbështesin apo jo Maksim Dimitrievskin në Kumanov dhe si do të garohet në Kërçov, Strug dhe Gostivar. Presim që në fund të muajit të mblidhen organet e partisë përmes së cilëve do të propozohen kandidatët për raundin e rreth 80% e kandidatëve, ndërsa më pas në qershor do të zgjidhen edhe kandidatët e tjerë. Do të bëhen analiza më të thella, u shpreh Bojan Stojanovski, deputeti i VMRO DPMNE-s. Partitë shqiptare në opozit akoma nuk kanë konkretizuar emrat. Fronti Evropian është duke punuar për të caktuar pozicionet dhe strukturimin e këshillave komunal, ndërsa thirrjes së Arben Taravarit që bashkarisht me BDI-n dhe Vlenin të dalin në Manastir, Kërçov, Bërvenic, Çashk dhe Presp nuk i është përgjigjur asnjë tabor. Ndërkohë LSDM-ja po strukturohet për kandidatin në qytetin e Shkupit dhe kandidatin në Kumanov që duhet i dalë përballë Dimitrievskit, i cili jo zyrtarisht mund të ketë edhe mbështetjen e VMRO DPMNE-s.